Instituti i Gjeoshkencave ka publikuar parashikimin më të fundit mbi rrezikun nga përmbytjet dhe kushtet hidrometeorologjike, duke paralajmëruar rreshje intensive dhe situata potencialisht problematike në disa zona të vendit. Sipas njoftimit zyrtar, sot pasdite dhe nesër priten rreshje me intensitet të lartë, kryesisht në veri dhe jug të Shqipërisë. Qarqet Shkodër, Kukës, Vlorë dhe Gjirokastër paraqiten si më të rrezikuara, ku mund të shfaqen vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël malor, si dhe rrëshqitje të dherave. Në zonat urbane të këtyre qarqeve, përmbytjet e lokalizuara mbeten të mundshme, veçanërisht në rast të mbingarkesës së rrjeteve të kanalizimeve. Thekson se për periudhën 4 deri në 8 janar 2026 priten rreshje intensive të vazhdueshme, të cilat mund të sjellin rritje të ndjeshme edhe të rrezikshme të prurjeve dhe niveleve ujore në lumenjt Drin, Buna, liçeni i Shkodrës, Mat, Shkumbin dhe Vjos. Parashikimi meteorologjik parashikon rreshje shumë intensive në qarkun Shkodër, rreshje intensive deri lokalisht shumë intensive në qarqet Kukës, Vlorë dhe Gjirokastër, ndërsa në Lezhë rreshje do të jenë mesatare deri lokalisht intensive. Në qarqet e tjera të vendit priten rreshje me intensitet mesatar të shoqëruar me shtrëngata. Temperaturat për ditën e hënë pritet të luhaten nga 12 deri në 16 gradë Celsius në Bregdet, 12 deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe 5 deri në 10 gradë Celsius në zonat malore. Autoritetet u bën thirrje institucioneve vendore dhe qytetarëve të ndjekin me vëmendje informacionet zyrtare, të tregojnë kujdes të shtuar në zonat pranë lumenjve dhe përrenjve, si dhe të marrin masa parandaluese për minimizimin e pasojave të mundshme për përmbytjet.